prezent janë 110 deputet, por kemi kërëmë në mjaftueshme procedurë të ndëruar deputetën, dua t'ju njoftoj se në bazë të 95, paragrafi 3 të Kushtetutës, qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Me fjalë tjera, nevojiten së poku 61 vota për. Prandaj, lus deputetët drejtgjim të bën gati për votimin e rodhës për zgjedhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës. Votojmë tash. Të nderuar kolegë deputet, konstatoj se me 56 vota për, 52 vota kundër dhe 4 abstenime, Kuvendi nuk e zgjodhi qeverinë, përgjithësia tani ka lënë sërish te presidentja, e cila pas konsultimeve me subjektet politike dhe brenda një afati për 10 ditësh, ka mundësinë të emërojë kandidatin tjetër për kryeministër sipas së njëjtës procedure. Të nderuar